Të nderuar shikues, përshëndetje këtu nga studiot të televizionit Syri në Zvicër. Kam derën e kënaqësinë se pranë meje kam një personalitet të njohur në arenën kombëtare shqiptare po edhe politike, i cili për dallim nga politikanët tjerë që kanë vizituar Zvicrën, ky nuk ka hezituar dhe ka pranuar ftesën tonë me kënaqësi të vijë në studiot e televizionit. Zotër Geci, mirë se keni ardhur. Faleminderit, mirë se jeni. Është ndërë dhe kënaqësi të kam dika nga Kosova, duke marrë parasysh kontributin tuaj dhe familjes baraktarin nga Lausha. Faleminderit, e kem bashkë për Kosovën, dhe kjo kryet e ty që dash në pyet dash shqiptar, mundu me kry mirë edhe nesh. Po jo pa të lashë, i ndarë të lashë se puna kur kryet puna rrugë, të dhëni drejti ka të lashë pak rrugës. Dhe ne na ka darë të lashë rrugës, po kem menduar që çdo punë e mirë që është në interes tonë të përgjithshëm aty në konë. Edhe në Drenicë, ka Ndra, ka Drenica, asaj dhe ka Ndra, të gjitha. Në ku jemi shumë knap, se ju keni për udhëtim për Kosovë, po prapë se prapë gjetët ku dhe erdhët në studiot tona. Po, me gjithë qef, me respektin që kam, shumë mirë po bani do djemë tonë që janë kohë, shumë mirë po bani që po punoni këtë drejtim dhe po na afirmoni pak me u ditë, me qka që edhe këtu edhe dime dhe muj me bo punë të mëdha, edhe të vend muj me organizuve, me punue, se jo edhe shumë punë tjera. Tjerë politikanë, disa na kanë premtuar se vinë dhe disa nuk kanë ardhur dhe pse na kanë premtuar. Gjithkush e ka për veti, na kem respekt për mërgatën, unë po them, menoj duhet Kosova atje tonë, po ne si familje kemi një respekt veçantë. Ai respekt vjen bazë të punës që keni bërë ju për Kosovën. Mërgata është ajo që na ka marrë në momentet më të vështira në gjitha punë që kanë qenë interes tonë përgjithshëm, kjo ka qenë e para, po them, pa të cilën e kem pas vështirë mbi jetu. Duke filluar nga 90-ta, e dekte edhe gjatë luftës edhe pas luftës edhe deri tash, ju jeni ata që ne atje do të jemi mirënjohës për punën e madhe që keni bërë. A mund me thonë cilat janë momentet më të vështira dhe më të rëndësishme që keni përjetuar ju? Është vërtet që kam qenë 2 mandate deputet i Kuvendit Kosovës në Ibrahim Rugovës. Dua me theksue se une edhe familja ime e kem pas për atë njeri, për atë presidentin e ndjerë Blanko, nuk kem menduar që ne të merrëm pozita të shkojmë deri sa ai vetë ka thirrë dhe ka thonë ti duhet të jesh që tu numër 13, ta të jetë mund për të teje për mbasa ti 13 do të jesh. Do thotë, është interesant që në ato 2 mandate që unë i kom pa, aty ka qenë një elitë e Kosovës. Do të thonë kem pas profesor, doktor, akademik, që unë mendoj që ju konë një nderi përgjithshëm për Kosovën po edhe ma gjatë, se këtë bota ishtë të na po, të na kështu se qa po dim, qa po moj bojmë, e kur kishëm akademik të atilë që i kishëm në mesin tonë, i kishëm malet, i kishëm familjet më të mira, më të mëdhaja që kanë punu kohë gjatë për Kosovën, do të thëtë, unë ishëm mirë, edhe dilke mirë, dilë shumë serios, edhe u pranajshëm para botë. Për vendime shtira, unë thëmë, vendime shtira për mu kanë qenë disa, vendime e parë, organizimi i parë, kër kemë filluar me demokracinë, ka qenë rrëzimi i komunizmit, unë e këmë pasat detyrë nga familja mas parit, tani i këmë dalë në balë gjitha të proceseve, e kemë organizu demokracinë në Drenicë atje, e kemë përmbys komunizmin, edhe jënë konë edhe disa momentet vështira të mija, si familjare, po thëmë, po ju familjare personale, po në interes kombëtar, ka qenë edhe sulmi parë ndaj forcat serbe në mënyrë të organizume, po thëmë, pas maltretimit tim dhe pas natë nisës jasharajt, kur dollen prej rrethi, natë dytën është sulmi parë shqiptar që bon ndaj forcave serbe në mënyrë të organizume përmes qati grupi institucionale, e që ka qenë krye me Adem Jasharin edhe Lazit Geci. Shumë kush e mendojnë se na jemi një familje bukur e madhe, jemi 7 lazën, kem fëmijë, kem miq, kem dashamir dhe një numër i madh i njerëzve për 95-6% mendojmë që vetëm ja rrugë është që kjo organizim ku jem edhe unë, kurse o nipi jem, edhe ai po mendoj pak më ndryshe edhe mendoj që është shëhreti demokracisë. Edhe ajo ka, mos për me nuk kretë një drejtim, po pak më këfjellë dhe na dhe ajë dhe gjithë shka për të minu, mendoj që është e mirë,
Dhe nuk na bëjë gjë kur gjë as Kosovës as ne veç është e mirë, familjare. Kontakt keni si ne? Po kem kontakt shumë mirë. Edhe parti ndryshme. Kem se kam dëgjuar ti dalloj politikën dhe familjen. Politika ai mund mendu ndryshe, kurse familja është e shajt, jem aty gjithë të vend. Po si shihni gjendjen aktuale të demokracisë në Kosovë? Nuk e kisha dashur kështu që është. Unë edhe jam për ata jem këtu, unë ku mendua a me u angazhua. Jo kam qenë 2 mandate, e kam kryer me nder, ku mendu që mjaftojnë, zakonisht 2 mandate edhe në Perëndim edhe në Amerikë ka i kryer 2 mandate edhe është bëll. Këtë mandat ku mendu, e shoh që nuk është krejt ashtu që duhet, nuk është në rregull. Në momentet kur ky popull ke bashk për punë të mëdha nuk ka pas fuqi që na ndal. Bashk, po them, kur filluan ndodhetat u bashkuam gjitha shtresat, gjitha organizimet që ka pas aty, edhe komunizëm, edhe ka pas drejtime tjera, edhe ilegalitete, edhe forma tjera që u angazhuam edhe u bëm bashk gjithë në krye me presidentin Rugova, nuk pat kush që na del para. Ke fuqi këtë botën e lëvizëm për të marrë të Kosovës. Kurse këto tash për moment nuk jam i kënaqur, nuk mendoj që është mirë t'ju bë. Duhet me ditë që në demokraci duhet ka rregulla, nuk fiton, duhet më marr vesh me dikon që s'ki çore, duhet më marr vesh. Kem organizime që unë nuk të majta, që tonë fort nuk e përkroj, unë jam një organizim djathtë, kem organizime të majta që unë nuk mendoj që i bën mirë Kosovës, majta nuk i bën mirë Kosovës, nuk i bën mirë shteti social Kosovës, ne dojmë një shtet të fortë, një familje të fortë, shteti dhe familja i lidhen krahas njëra me tjetrën. Dhe nëse është familja e fortë edhe shteti i fortë me gjithë resortet e vet, atëherë na ecëm përpara me ndërtimin, me zhvillimin, me fabrika, me shëndetësi, na drejtim mendoj që duhet punojmë më shumë e jo t'ju dhom sociale, t'ju dhom shtet social, është për mua është të papranueshme. Dhe unë e përdori këto shpesh, por nuk e përdori për ata që nuk janë. Mos të morrin kur ata që nuk janë në drejtim, mos të morrin. Veç e majta, tash jem demokraci, po ku umet edhe ndovenet, i e din kur të mira, gjithçka çka na vjen pe Rusie e pe këtu kur gjë për shqiptarit marr s'ka pas. Kush e ka mizë mas veshit e tregit. tregit. Edhe një, mos të morrin ata që se kanë. Po kur jemi te raportet, raporti mes pushtetit dhe mediave sot që është... Unë po i frigona se Lidhja Demokratike unë jam që të organizim për i fillimi, ka bo punë të mëdha në drejtim, çdo gjë e mirë që u bë për Kosovën është në këtë drejtim. Është e mora që shembull si autobani që thash ka e poshtë, po jo do rrugë lokale ka pak, Baltosin ka pak, po nëse dojmë do të pastrua, do të më mobilizua, do të më bashkua, do të lojë natët, ky organizimi jonë se ka vlerat mëdha në organizim, nëse ja dojmë të mirën Kosovës. I duhet Lidhja Demokratike e Kosovës, i duhet që tash më shumë se çdo herë. Se përpjekjet, unë mendoj që përpjekjet e shërbime tjera. Tash këtu ka dalë del dikur edhe pak. Jënë të bëj përpjekje këtë organizim në Lidhjen Demokratike me që organizu, se ne drejtimin e kena pas e përdorëm shpesh Prishtinë, Tiranë, Rom, Washington. Kem drejtime tjera që kthehen ka pak pej Greqie këtu, dalin atje te Rusia, kthehen edhe atje, do të Shqipëri, shkojnë kthehen prapë këtu edhe atje ne kemi ka Beogradi orientimi i majt. Në 45-ën na familja jam 45-ën ka qenë armike e Jugosllavisë, nuk e ka pranuar ideologji slave. Ka luftuar ato, ka qenë llovi i babgjyshit tem Zavend, komandanti i Shabapollushës. Edhe i ka thonë asnjë rrugë që na qenë me Rusi nuk ka gjot përbashkë, dhe kem pas pasoja. Drenica, jo dini që lufta Shabapollushës, pat kërë ngritje, kem pas atëre, qaq thojnë që ka pas vrom, që ka vrom partizan, sa që Drenica qaja pjesë, që duhet të theknes. Po kem vend i vogël, me të veç një pjesë, e pranun ideologjin tjerë shqiptarë, nuk pat mundësina me shumë. Prandaj, kësoj radhe, e kem pas një tjetër drejtim, drejtimi i jonë, i zhvillimit, i ecës përpara, i kulturës, i njerëzimit, është Perëndimi. Apo shihni ju që krejt bërgata i jonë është pëse s'po shkon dikush në lindje. Qa kem të mira për lindje? Hajde spjegom në dikush, do të ma merr dikush një shembull që është e mirë, i ka ardhur e mirë Kosovës për lindje. Do të më ka dhënë dikush çka, veç diçka unë nuk shoh, edhe kom qep në mbi nëse dikush bin. Domethënë, ton krejt bërgata, krejt këta që na kanë ndihmuar, krejt jeni Perëndim, jeni orë që tu vendet demokratike, e shihni botën, po na përcjellni atje të mira që janë interes tonë.
Jem tash të shkollum, i kanë kry fakultetet, i kanë kry doktoraturat, i kanë kry... Na vynë prevoja aty në atje. Po të në më këthy për shkak të kuës të kthehemi pak të gjendja aktuale, tash sidomos edhe me mediat, pushteti aktual nuk i ka raportet e mira mes pushtetit, domthonë qeverisë dhe media sot që janë, edhe na po në Kosovë. Media do të bëj kry punën e vetë. I kanë rregullat e veta, i ka ligjet e veta, do të brenda ligje me vepru. Qeveria do të më respektu ato rregulla, do të më respektu. Nuk po mendoj që është nivelin e duhur çfarë dojmë. Kemi edhe kritika nga jashtë në drejtim. Për të sfiduar pushtetin aktual, cilën është? Jo që ka, une jam të kërkue kësoj një shtesë të heshtën që është. Të heshtën, se ka kapacitet, ka fuqi, ka energji, tash ka fillu edhe vullnet. Qështë ka? Na kena pas, veç kena pas në dhejtën një bashkësi lokale, po thëmë në dhejtën, kër kom filluar në proceset, në dhejtën një bashkësi lokale ka pas fuqi sa sot nivel qendror. Ata njerëz janë dikun, fëmijët e tyre janë dikun, janë të heshtur, nuk janë të ju dhon energji. Edhe unë i thras këtu, të mërgatës, djemt e familje që keni kontribu ton familjar, dikush baba, papgjyshi, jo që ka qenë sajtë që na ka ndihmuar tëra proceset, po këtu edhe atje në Kosovë, me u angazhu nëse ja dojmë bjerë në Kosovës. Vetëm, po thëmë edhe njerë, nuk e kam të qeshtja shumë partijako, në jam ato i pathuj shumë për fillim në lidhjen demokratike. Po vetëm lidhja demokratike është që na ka orientue ka duhet edhe ku duhet edhe mund, është serioze para botës. Serioze para botës që na njetë dikush, duhet më mobilizu, duhet me i lojë dhënimet, duhet me i lojë më bashku, vetëm të bashkum mujna më shkue për para me ecë. Për ndryshës mund, kemë dhe i naute ka pak shqiptarë që në mjë vete, ke mujtë me i pasit vjenë në ajtë këmë së da ato, këtë jetë së da këto, që është një gabim i madhë, që ju bëjthire për i këtuhit, unë ju bëjthire, shokëve të mi, dashamirëve të mi, familjeve të ndershme që janë atje, që kanë kontribu, nuk jem gjo me marë, gjithë punë e marë, e mirë, e madhe që ju bon për Kosovën është mrena këti organizimi. Ju e dini që edhe fillimi deklarata pavarësisë, kushtetuta Kaçanikut, referendumin tjeri, po në referendumin për pavarësi e kena bon 9-ën, jena dalë 99.9%, 99.9% me fleture i kemë registru, ju ndalë kanë votu për shtetin e pavarët Kosovës. Këtë këtu ju në bo mrena një organizimi në mbjetin ka të servisë. Pra ndaj bota ka po që jemë serios, edhe mujna me bon, kur mujna me bon, në qëto kushte, në mbjetin ka, e nuk po mujnë tash, për na testojnë. Pove që një vjetë është pushtetit të munu më bo, nuk ka thokër kush që po bënë. Hajtë pak prëvu vete që po bënë. A o merë kush me neve? Su merë me neve. I hupëm 1 miliard atje, mjetë, 1 miliard, so fabrika i këshumë gjithë. A është e mirë kjo për Kosovë? Kjo nuk është e mirë. Edhe do të luftojmë këto. Kush fajsuhet më shumë këtë pikë? Ai që e ka përgjësinë. Kush e ka përgjësinë? Ai ka përgjësinë ai që u dali pari, ai do të më marrë me të mirë, do të më folë, çka mund ti që të pjesë. Ibrahim Rugova nuk i pat mora atëra, kujtohet, ju jeni 3, po më them këtu i dinta, ju thëke nuk na do të fitore 100%, po do të më punuam me të tjerë, se demokracia është ajo. Nuk jeti do të me të jemi punuar me bashkë. Me sloganin mos u shope. Mos u shope. Qysh mos shope? Çka kjo, tu nuk po muj me mrri, ti kanë duhet. Po ne vota slogani ka bushum kë mos u shope? Po nuk është i pranueshëm hiç. Prandaj është interes ton, dhe do të jem dizaj fuqishëm për të mirën e Kosovës, për punë të mira, për punë të afrimit, për punë të bashkimit, për mbiqu drejtimin atje ku e kalon, mos po na largu pe vice-presidentit Rugova. Nuk ka tjetër rrugë. E kem që më thonë, e kem rrugën e shtrume. Vetëmia është rruga krye me Shtetet e Bashkuara. Çdo lëvizje tjetër, Irak, sajtë ka Roma, ka jo, sajtë më dalë dhe më shku atje. Përsoni rolin e mërgatës në këto zgjedhje, tash në Mërgata, unë mendoj është diskutuar edhe data, edhe ka pas shumë polemika rreth kësaj çështje. Është vërtet që është punu në drejtim ka menduar, po unë kam një mendim tash tjetër. Ka qenë një frymë, një eufori. Se edhe na njerëz dimu e nu. Një eufori pak nuk kanë ditë mosjell, apo më thënë, edhe kanë vepruar në eufori që kemi provu edhe këto, e kanë provu. Është vepruar në frymë. A di që fryma mbrana 2 dritë krijohet një frymë që më bën me të rroka e të fshinë, po u thë. Ajo ka qenë, i kanë idhnu mërgatën, gabim e kanë pas. Mërgatën i kanë idhnu, edhe ka vepruar. Mërgata kësaj radhe, unë jam që disa ditë këtu, jam kohë një javën tjetër, peshën e është më ndryshe.
E ka po që ato... Të regjistruar është vrejt që është më... E ka edhe ata tjerë që shkujnë atje. Ata kanë mendu që ajo do... Që ka lobën e shtetin është të mërgatës, është të tyri. Nuk besoj që të dy del ashtu. Edhe se e kanë gabim. E kanë po për çka qyrë se dhe qa mu i bojnë. Është mirë që e kanë po, është mirë me i provu ka pak. Më bo me jau pas more, mësë me pas provu, kështë më thotë që ata këshin bo punë të modhe, edhe nuk e kanë kryi. Detyren e kanë pas me bo shtetin. E kanë më duhet, do të me gjithë partnerin, do të me bo votat, do të me bo shtetin, do të me jetë për para. Së më në merë, përgjësin dërëzaja sovranit dhe të meraj që mundët. Ju shpesh herë keni fol pa dorza. A ju ka kushtuar kjo politikisht më shumë apo personalisht? Po, jo, është të vërtet, nuk e dojnë fër drejtin. Kërkun se dojnë drejtin, po nuk e njim në qëre. E kom pasur në një shesh një Fadil Feratin, Fadil Feratin, nështë ta këtë ndëgju kryetari i Stogët, edhe ma pa të bëho Fadil Geci. Krejt që ka po thu te o që ashtu dhe me ty jam. Po qaj që janë politik me hongër buk, që është imvarën me hongër buk, a i qare s'ka pika, so imvarën. E unë për ju thëmë juve edhe kër ju kom pas gjendjen shumë keq, edhe ekonomike edhe nuk ju më kofart i mvarë. Qashtu jem familjarisht e thujmë ato që ka është, ka pak nuk e kanë dasht, nuk e dojnë ato, po fort nuk njëm për atë drejtim. Pra dhe edhe tash ku do t'jem, do të thëmë një dë vërtet, do t'jem një zë pak ma ndryshe aty ku jem.